Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona I takojnë Allahut mëndosur, selavatet, bekimet për herë Muhammed alayhis salam, po vazhdojmë me pak flasim për surën Hujurat, një sure e bukur, e begat, e mbushur me shumë sime edhe orientime. Vazhdojmë të nxjerrim vetëm disa meditime edhe në këtë mënyrë mund ta përfundojmë këtë seri e cila ka të bëjë me surën Hujurat edhe mësimet e saj. Allahu I mëndosur, nëse mundemi me apo vetëm një lloj përmbledhje për të arritur ose për të ardhur domosdoshmë deri te ky ajeti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Domosdoshmë vëllazër, surja Hujurat është sures tamam, domosdoshmë sikur ato shenjat në rrugë, kupton. Nëse ecë në bazë tyre nuk humb asnjëherë, kupton. Nuk devion asnjëherë, nuk lakon asnjëherë. A kupton? Nuk nuk tronditesh rrugës, a kupton. Nuk të tundon as, domthon nuk arrin asnjë gjë që të tundoj, domthon. Sa ka që je stabil, je si më thon kompakt në veten tënde e kështu me radhë. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Domthon surja Hujurat fillim e mbarim synon domthon me e kompaktësu shoqërinë, a kupton, me e përmbush, me e përplotësu, a kupton. Në mënyrë që të jetë si më thon shirit edhe dritë edhe shëmbëltyr edhe busull për pjesën tjetër të njerëzimit, a kupton. Andaj subhanallahu, Allah I mëndushëm pasi që I sill një mëri gjërash, një mëri këshillash e kështu me radhë, thot ya yuhan nas inna khalaqnakum subhanallahu. Vëllazër, sikurse na nxirr pa si do flasim me Allah mëndushëm pak më vonë qëllimi kryesor të Kuranit, a kupton. Domethënë qëllimi parsor I Kuranit, qëllimi nëse mundemi thonë jo vetëm parsor, por finali I tij, udhëzimi I njerëzve. Dhe këtë breng në vazhdimsi e kishte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, domethënë tërheq ose rrban vëmendjen e besimtarit, atij I cili po e dëgjon këtë ajet, këtë thirrje, këtë mënyrë ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Auton mos dilni përballë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si realisht njeriu e bën këtë gjë, kupton? Si realisht I bie, domethënë të dal një rob, një njeri për Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas vëllezër duke folur në emër të Zotit, ose si më thon duke e paraprir mendimin, epshin, egon, edhe atë gjë që ti si më thon e ke për çef ose të shkon për shtati, para fjalës Allahut, para fjalës pejgamberit alayhis salam dhe para urdhërit të tij. Kjo si më thon nëse mund la tuqaddimu, sigurisht Allah I mëndushëm po e urdhënon, domthonë po I urdhëron besimtarët, la tuqaddimu ose la taqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulih. Është istiara, është domethënë është shumë e fuqishme, kupton. Është si më thon vetëm shprehja dhe mënyra e artikulimit vëllazër është si më thon është e tërheqja, kupton, tamam sikurse si puna e sfunxherit, a kupton. Tërheq vëmendjen, a kupton, edhe atë ngërshërinë e njeriu atë në karshi kësaj mënyre të artikulimit edhe të ballafaqimit edhe të thirrjes e kështu me radhë që I bëhet ose që ju bëhet besimtarëve nga ana e Allahut mëndush. Sigurisht Allah po la tuqaddimu, mos I paraprini mendimet e juaja, bindjet e juaja, kupton, ato pëlqesat e juaja e kështu me radhë para urdhrit, vendimit edhe domthonë porosisë së Zotit edhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Një pejgamber la tuqaddimu, mos I prini, a kupton, mos I vendoni domethënë para urdhit të Allahut edhe pejgamberit alayhis salam ato zakonet, traditat, kulturat e juaja, kupton, që I keni, cilat si më thon I keni ndërtuar, I keni ngjizur, I keni bërë si më thon pjesë të pandashme të jetës suaj kështu me radhë para urdhit të Allahut edhe pejgamberit alayhis salam. Wattaqullah, që nga fillimi I surës deri në fund Allahu I mëndushëm e ndërlidh veprimtarinë e robët të tij me botën e përtejme. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u, këto vëllezër na nxjerrin pa shëntrin e hierarkisë, na nxjerrin pa rëndësinë e çenit, si më thoni, kujdesshëm, I balancuar edhe si më thon I maturuar në vazhdimsi. Mënyrën se si flet, mënyrën se si e nxjerr zërin, tonin e zërit e kështu me radhë. Dhe rroba e imanit është ajo të mos çka të dallon ty besimtar. Andaj kujdes me zërin tën, me fjalët e tua, me mënyrën se si drejtohesh të tjerëve e kështu me radhë. Innal ladhina yaghudduna aswatahum, shifat domethën rëndësia e
elasticitetit në jetën e besimtarit. A kupton, nuk flet njëjtë edhe në të njëjtën mënyrë me të gjitha, kupton. Me liderin, me prirsin, me udhëhecin, me hoxhën, me atë i cili është më i ngritur në dije, në pozitë kështu me radhë, shumë i kujdesshëm në mënyrën se si qaset atij, mënyrën se si flet atij, a kupton, mënyrën se si e kritikon kështu me radhë. Por dallim pi shokëve, miqve, familjarëve, a kupton, me ata normalisht e kanë një lloj hapësirë, një lloj komoditeti. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum taqwa. Këtu vëllezër e nxirrin pa atë vlerën edhe peshën e imanit. Realisht njeriu kur një herë nuk arrin të ngritet, edhe të lartësohet, edhe të përdallohet, edhe të sepërvendoset mbi tjerët, vetëm pasi që si ma ka kaluar në për shumë rreziqe, në për shumë sprova, dhe gjitha ato i ka kaluar, i ka përfunduar, edhe i ka kompletuar me sukses, duke mos u përlyer, duke mos u baltosur. Innal ladhina yunadunak. Këtu Allah i manduar me sjell pra tash një kontekst tjetër. Tek ajetet e para ju flet sahabeve, ata që në vazhdimsi e shoqëronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtu ju flet atyre beduinëve, cilët vinin nga larg. Nuk ishin domethënë në shoqëri të pejgamberit alaihi wasallam në vazhdimsi. A kupton? Pra, meqense se vinin nga larg në njërin anë, në anën tjetër nuk e ndjenin, nuk e kishin, si më thon atë, pjesën e diturisë, pjesën e angazhimit, pjesën e vetëdijes, a kupton, pjesën e pajisjes me atë të brendshmën, të cilat si mund të stopon, a kupton, edhe të alarmon atëherë kur ti si më thon tenton bësh ndonjë veprim i cili është jo adekuat, i pahishëm. Gjitha këto gjëra mungonin tek beduinët, për shkak të lartësisë, për shkak të patiturisë, nganjëherë për shkak të analfabetizmit e kështu me radhë. Andaj innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, shef edhe në mënyrë se si Allah i manduar e sill këtë përvojë domethënë të pejgamberit me këta njerëz pak më ndryshe. Flet domethënë për ta nga larg, në mënyrë që mos t'i nënçmoj drejt për së drejti, për shkak se kishin një lloj arsye, një lloj preteksti. Edhe pse ajo nuk arsyetuohet kështu në esencë, në bazë, kupton. Po për shkak se nuk ishin të pajisur me ato gjërat e mjaftueshme, kupton, karshi sjelljes, edukatës, mënyrës së përzgjedhjes fjalëve kështu me radhë, Allah i manduar i çastet më ndryshe. I kritikon, i çerton më pak, edhe më ndryshe, edhe më but. Walau annahum shifa, walau është një lloj domon temenni. Sikur domon ata të duronin, a kupton, domon hatta takhruj ilayhim, derisa ti domon të dalësh tek ata. Hatta takhruj ilayhim lakana khayran lahum. Do të ishte më mirë, më hajër për ata, sikur të prisnin, apo të bënin durim kështu me radhë. Wallahu ghafurur rahim shifa. Allahu është falës, është mëshiruesi i madh. E tregon domethënë atë pjesën e paditurisë. Andaj sa më e madhe dia, aq më e madhe pesha, aq më e madhe përgjegjësia, edhe përgjegjësiria, kashia manetit edhe detyrës. Allahu thot ya ayyuhal ladhina amanu shifa, mbaron një kontekst, prapë ya ayyuhal ladhina amanu. Nuk ka diçka tjetër më syre. Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiq. Nëse ju vije ju domethënë ai fasiku, ai cili domon i ka kaluar kufit, ai shtururi, ai cili domon ka dal prej shinave, edhe prej kufive, edhe prej rrugës, a kupton? E kështu me radhë, nëse ju vija me një lajm, a kupton, me një informat, kështu me radhë, fatebejenu. A kupton, merrne, sarone, çkomzone, edhe mundohuni 100% me vërtetu se është e vërtetë ajo. Fatethabatu, krajti tjetër, jo vetëm sarone, diskutone, si më holumtoni për atë, jo, fatethabatu. Sigurohuni domethënë 100%, fjalë për fjalë. Pse? An tusibu qauman bijahala, kupton. Sepse nëse merrni vendim pa sqaruar dhe pa e vërtetu, çka do bëni? Mund të i bëni zullum një popullit për shkak të paditurisë tuaj, për shkak të pakujdesisë tuaj, ju do t'i bëni ose do t'ju hinin në qafë, a kupton, njerëzve cilët realisht s'kan të bëjnë me atë çështje, ose cilët nuk kanë faj, a kupton, ose cilët si më thon psojnë pa e pasur edhe minimumin, a kupton, e mundësisë po të arsyetuar edhe për të sqaruar, a kupton. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. A kupton, dhe si më thon, të bëheni pastaj domon pendimtar. A kupton, domon ndjeni keqardhje kështu maksimale për atë që bët. Realisht ai nuk ju arsyeton. Andaj ndë lidhja e tij me atë pjesën nga meditimi, fatebejenu dhe fatathabatu, kuna vije wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu. Lazër, sa mos marrveshje, sa përplasje, sa luftra, sa betejë, sa domon
vllazërasje ndodhin pikërisht për shkak të mungesës domthon çdi komponenti. Për shkak të mungesës së këtij komponenti vëllazër ndodhin shumë pikë këtyre fenomeneve që ne përditje shohim domthon nëpër televizorët tona. Në Kosovë, në Shqipëri, veçanërisht në Shqipëri subhanallahu. Specifikisht në Shqipëri në këtë pjesë subhanallahu është e dhimbshme. Dhem vallahi, dhem më shumë se sa dhimbja e cilës dos domthon sëmundje. Domthon është për qartë gjaka këtu. Dhe fatkeqësisht ajo që dhem më shumë se sa kjo është që më thon ajo qetësia edhe një lloj kështu komoditeti në fytyrat, në gjendjet, në bisedat e njerëzve. Domthon e kemi një lloj kështu dhe katrahura, kupton, edhe në prioritizimin e qartjeve, kupton. Kemi shumë defekte edhe këtu subhanallahu. Andaj fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu. Pra mos sharimi edhe mos prezisteti, kupton, sill shumë amullia, kupton, shumë katrahur. Shkakton domethënë kështu tronditje të mërshme. Kjo është e para. E dyta. Së dytë domon një lloj digresioni, ndërlidhja e imanit me veprimet e sjellë të përditshme. Që vëllazër, si e ndërlidh saktësinë e imanit, kupton, vlerën edhe le të themi vërtetësinë e imanit pikërisht nëpërmjet këtyre punëve. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, anis ma pjesën e besimit, ma pjesën e hierarkisë. La tarfa'u aswatakum me sjelljet e juaja. Fali, me zërin tuaj. Në anën tjetër e sjella pjesën e formimit inal ladhina yughduna. Në vazhdimsi e ka një lloj formimi të plot, një lloj formimi kështu kompakt. Kupton, domethënë formimi tërësishëm. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum lit-taqwa. Dazat imanin e plot nuk e arrin vetëm sa ai i cili ka kaluar nëpër shumë etapa. Kupton, domethënë është të ndosur nëpër shumë sprova, nëpër shumë bela, kupton. Domethënë nga gjitha anët është goditur, kupton, si më thon nga gjitha anët ka pasur tentativa dhe përpjekje për ta rrezuar e për ta zbrapsur kështu. Mi pa ai asnjëherë nuk është ndalur, asnjëherë nuk është tërhequr. Dhe realisht i tillë ka qenë pejgamberi alayhis salam. Në anën tjetër vëllezër Suja Huxhurat na jep një mësim. Sa më lart dituria, aq më e madhe domethënë përgjegjësia edhe llogaria. Kjo është e dyta. E treta, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa alamu anna fikum rasulullah. Tu lezën e asillat pjesën që prirësi duhet më mundu me qenë domethënë i balancuar. Mos më ndiku prej fjalëve, mos më ndiku prej emocioneve, mos më ndiku prej aty në prononcimeve, kupton, edhe opinioneve të tjerëve nga larg ose anash e kështu me radhë. Duhet të jetë njëri domethënë shumë i vendosur, shumë domethënë i pathyeshëm. Andaj wa alamu anna fikum rasulullah, ju dini që në mesin juve keni pejgamberin e Allahut, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Subhanallah. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ju bindë juve, kupton, shumë prej atyre veprimeve do t'ju dërgonin juve në për shumë vështirësi, në për shumë raskapitje, në për shumë kështu kundërvajtje. Andaj wa alamu anna fikum rasulullah. Kjo si më thon ajo meditimi tjetër. Pastaj Allah thotë wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu. Nëse dy grupe, nëse dy tarafe nga besimtarët domethënë vritën, e luftojnë njëri tjetrin, thotë Allahu fa aslihu bainahum. Përpiqeni domosht që t'i pajtoni ata. Kupton? Ose domosht që të pajtoni mes tyre. Kto si më pikasin vlerën e pajtimit dhe angazhimit për t'i afruar palët. Dhe një prej gjërave subhanallahu që e bëri pejgamberi ose kur shkoi në Medinë, ishte pikërisht kjo. Domthon e ndali vllavrasjen. E stopoi. E fashiti, e shronjosi domthon vllavrasjen. Ata vëllezërat vraheshin me dekada e me shekuj. Domthon për gjëra banale dhe si më thon ata të cilët psonin ishin gjenerata të reja. Kur shkoi edhe realisht kjo gjendje domthon ju kombinonte munafikave atyre dy fytyrave që ishin mujshar, ishin oligark. Nga ja amulli domethënë e kontrollonin tregun. Realisht vëllezër domthon kontrollimi i tregut u arrit nga ana e pejgamberit pikërisht atëherë kur e fashiti, e shronjosi atë amullin. A e ki parasysh domthon atë mjegullën e cila realisht nuk ta lejon domthon që ta kesh pamjen e qartë. Andaj wa alamu anna fikum rasulullah wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Fa aslihu bainahuma. Nxirrin edhe këtu nxirrim në pa ijazën e Kur'anit. Allahu wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu. Të vëllezër nxirrim atë pjesën ku nuk ka ligj. Nuk ka se më thon ligj të fortë, i cili zbatohet domthon për gjithë njësoj. Kemi domthon kështu grupe 3-4 persona, kupton? E kanë një lloj bosi, ai bosi si më thon
ju vendos domethënë dyqaneve, ju vendos bizniseve të vogla haraq. Edhe realisht ai si më thonë është i lloj bosi, është i lloj njëri domon që i bën karshillok shtetit. E thyen kushtetutën, a kupton? Domon e përdhos ligjin ose i përdhos i denigron policët e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër nuk ka asnjë lloj reagimi dhe reaksioni nga ana e shtetit. Pse? Ky domethënë ka arritur domethënë ta thyej atë mitin i cili realisht na thotë që mbi shtetin nuk është askush. Domethënë është një lloj miti në kuptimin që realisht edhe sot këto ditë njerëzit e kanë një lloj kështu ngurrimi kur vije puna domethënë tek ballafaqimi me shtetin. Ato si më gjithnjë e kemi një lloj kështu, a kupton, një lloj betejë të brendshme domethënë. Se a duhet ta bëjmë apo s'duhet ta bëjmë, e kështu me radhë. Unë ligjëratën tjetër me lejen Allah do i përmend disa gjëra dhe kështu avash domethënë po i afrohemi fundit sa i përket meditimeve edhe të cerrimave të surës Huxhurat. Ju rujt i madh Zot, na bashkohu gjithmonë hajër mirësi. Faleminderit shumë.